Në zgjidhjet X janë të preferuarit e mi, jo për shkak të ides, por për shkak të moshës. Prindrit e tyre janë duke i mësuar, kështu që së bashku me ta qëndron gjithnjë i rritur. Hello everyone. Përshëndetje të gjithëve. Thank you for this opportunity. Ju falenderojmë për këtë mundësi To give us to show që na dhat sot për të paraqitur projektin tonë. Jam i nderuar që jam këtu, ku ishte edhe kryeministri Edi Rama, ku ishin ministrat dhe ekipi i Akshit. A big thank you. Dua të falenderoj të gjithë organizatorët e eventit që mundësuan organizimin e këtij aktiviteti dhe na dhanë mundësinë të shprehimit e tona. Unë quhem Andi Xhafaj, jam në klasën e 8 të shkollës Kristaq Rama, kam shumë pasion teknologjinë, sidomos inteligjencën artificiale. Unë jam Erblin Kurta, jam 14 vjeç dhe jam nxënës në shkollën Victor Hugo dhe kam pasion në inteligjencën artificiale. Së bashku me shokun tim kemi krijuar ekipin ton X Solutions për të fuqizuar arsimin dhe projektet. Në mënyrë që të zbatojmë pasionin ton, ne ndoqëm një kurs Create and Learn dhe jemi aktiv në konkurset e ndryshme kombëtare që kanë të bëjnë me shkencat eksakte. Ideja jon ka qenë që ta zbatojmë këtë që në klasë disa prej nxënësve mërziten gjatë orëve të mësimit, disa përballen me vështirësi, disa kanë frikë se paragjykohen prej mësuesit apo prej shokëve të klasës. Njësoj si nxënësit edhe mësuesit përballen me vështirësi, sepse numri i fëmijëve në klasa është i lartë dhe forma se si mësojnë nxënësit ndryshon. Për këtë arsye, ne vendosëm të përdorim një qasje hibride të inteligjencë artificiale. Do të përdorim përpunimin e natyrshëm të gjuhës për të kuptuar gjuhën e teksteve shkollore. Do të përdorim teknologjinë, do të përdorim inteligjencë artificiale generative në mënyrë që të bëhen shpjegime të personalizuara në gjuhën e nxënësit. Dhe fundit, por jo për nga rëndësia, do të përdorim edhe pamjen kompjuterike që identifikon edhe emocionin e nxënësit, sikurse është angazhimi, mërzitja apo emocione të tjera, për të siguruar dinamikën e klasës. Gjithashtu kemi përgatitur edhe një hartë e cila tregon hapat që do të ndërmarrim. Së pari, ne do të bëjmë një skanim dhe digitalizim të çdo teksti dhe pastaj do të përdorim OCR për ta kthyer në tekst. Do të përdorim do të krijojmë një databazë dhe do të identifikojmë pikat më të forta të secilit nxënës dhe do të krijojmë disa këshilla të personalizuara për ta nëpërmjet pamjes kompjuterike dhe nëpërmjet formave të tjera të inteligjencës artificiale. Do krijojmë platforma dhe kështu mësuesit mund të marrin komente prej dashboardit derisa të shikohet përmirësim i identifikueshëm. E gjitha kjo do të ketë një ndikim pozitiv tek nxënësi, por edhe tek mësuesi. Përsa i përket nxënësit, ai do të mësojë në mënyrë më të efektshme nëpërmjet një sistemi personalizuar, do të ketë po të njëjtën cilësi, po të njëjtat mundësi dhe pa paragjykim. Gjithashtu do të ketë edhe një mundësi dhe rezultate më të mira akademike dhe mund të punojë edhe jashtë klase. Edhe mësuesit gjithashtu do të jenë më efektiv, do të shohin më afër progresin e çdo nxënësit dhe do të përmirësohet marrëdhënia me ta. Në këtë mënyrë rritet edhe profesionalisht mësuesi. Kemi 2 video demonstruese që tregon se si mund të funksionojë kjo platformë nëpërmjet IA-s. E ardhmja e të nxënit nuk është artificiale, por ka inteligjencë njerëzore.